Teknologjia dhe informatika vijojnë të jenë ndër degët më të preferuara për maturantët edhe këtë vit. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, vëmendjen më të madhe po e merr profili i ri i hapur për herë të parë këtë vit akademik, siguria kibernetika. Pjesa e informatikës ishte shumë tërheqëse dhe duke marrë pjesë dhe në shumë aktivitete jashtëshkollore, në trajnime, më pëlqeu shumë dega e cyber security për ta vazhduar për të ardhmen time. Po, ajo që më torçi më shumë vëmendje ishte dega e informatikës, pasi edhe në të ardhmen dua që ta vazhdoj për informatikë ekonomike. Profesioni që unë doja të ndiqja është teknik në impjantet të energjisë rinovueshme, hidrocentrale, mullinjere, si në Shqipëri dhe ashtu jashtë. Edhe studentët e matematikës së aplikuar shohin një lidhje të fortë mes teknologjisë dhe tregut të punës, sidomos në profile që kombinojnë matematikën me informatikën dhe sigurinë kibernetike. Dega na lidh si me matematikën, gjithashtu informatikën edhe databazën. Përfaqësues së fakultetit thonë se programet janë riorganizuar bazuar në kërkesat e tregut të punës, si dhe sugjerimet e vetë studentëve. Është një degë riorganizuar, e cila emërtesën e ka data science dhe inxhinieri informatike, kanë qenë ish studentët tanë që ne na kanë rekomanduar që të riorganizojë dega pikërisht në këtë drejtim. Ata janë në profesione të ndryshme, në filialin e bankës, në industri, në media, janë gjithandej. Dhe duke qenë se ata e kanë prekur tregun e punës, ishte pikërisht këshilla e tyre që ne të vazhdonim në këtë drejtim. Aktualisht, Fakulteti i Shkencave të Natyrës ofron 11 programe bachelor, ku 4 prej tyre janë edhe në gjuhë të huaj, si dhe 21 programe master. Në kuadër të ditëve të hapura, fakulteti ka mirëpritur 10 maturantë, të cilët janë njohur nga afër me programet e studimit.